E nisim ditën, rrjedhimisht edhe javën, sepse sot është ditë e hënë, me një avokate, e cila ka vërtet një eksperiencë shumë të veçantë dhe shumë interesante për të bashkëndarë me ne. Pran Vera Paci, mirëmëngjese, mirë se erdhe. Mirëmëngjese, mirë se vëgjej. Jam shumë e lumtur që të kam në studio dhe shumë e lumtur për të bërë këtë bisedë së bashku, sepse vizita që ti ke realizuar për të tretën herë radhës, si po më tregoje, është vërtet shumë interesante. Një vizitë në kampin Ashraf 3 në Iran. Si u bë mundur që ti të bësh pjesë e kësaj vizite edhe me çfarë impresionesh erdhe në Shqipëri? Atëherë, ne si organizatë, sepse unë drejtoj një organizatë studentash në qytetin e Shkodrës, Organizata Alternativa Studentore, me partneritetet e saj që ka, na ka bërë të mundur njohjen me organizatën e mujahedinëve, që është opozita e Iranit sot. Po. Çka do thotë se ne jemi të ftuar taj kampi Ashraf 3 dhe ne kemi marrë pjesë për herën e tretë radhazi. Aktualisht edhe për çfarë jam e ftuar sot. Tek ky kamp, në këtë vizitë që ne e bëm, ne morëm edhe studentë të tjerë që janë pjesë të organizatës antar të organizatës tonë, dhe bëm një vizitë për të njohur me vujtjet, me klimet që janë bë aktualisht në shtetin e Iranit, edhe me pjesën e banorëve që janë pjesë të kampit Ashraf 3. Dhe si ishte situata? Na përshkruaj një tablo apo një peizazh të asaj çka gjetët atje. Atëherë, tek kampi Ashraf 3 jemi njoft me gjitha objekte që ishte pjesë e kampit, jemi njoft me muzeun, në muze janë të improvizume të gjitha vujtjet e personave që ja kanë ndru jetë tashmë që në shtetin e Iranit, dhe po ashtu jam njoft me historitë reale dhe konkrete që janë sot në kampin e Ashraf 3, që banorët e tyre dhe familjarët e tyre kanë ndru jetë, ndërsa sot kemi vetëm, mund të njiheni vetëm me një antar të një familje, pjesa tjetër e familjes kanë ndru jetë. Kjo vizitë edhe kjo eksperiencë, goxha e fortë emocionale, si ka ndikuar në botë kuptimin tënd si avokate? Në botë kuptimin tim si avokate, kjo është një temë politiko-juridike. Çka do thotë kjo? Është temë politiko-juridike për faktin sepse tek unë ka ndikuar si avokate në mënyrë të drejtë për drejtë, për faktin sepse unë jam njoft me historitë reale, me vujtjet reale të atyre personave aty në kamp, dhe tek unë ndikoj në mënyrë drejtë për drejtë për faktin sepse pash një sistem që aty nuk ishte një proces i rregullt gjyqësor dhe shkeljet të drejtave të njerëzit. Dhe tek unë si avokate ndikoj në mënyrë drejtë për faktin sepse mu më ndërgjegjësoj dhe përgjegjësia që mbart profesioni i avokatit është që duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë kritik, patjetër, dhe duhet të jetë gjithmonë i orientuar drejt drejtësisë. A ishte një vizitë e rrezikshme? A përmbante rrezik në vetvete ky udhtim në këtë kamp? Jo, nuk është se ka pas pjesë të rrezikut nga kjo pjesë, për faktin sepse aty çdo person që hyn, pra pjesa jashtme e kampit, kontrollohen, jepen kartat e identitetit, edhe normalisht nisen përpara të dhënat kush do të vinë, kush është i ftuar dhe arsyeja gjithmonë. Sa studentë ishin që të shoqëruan në këtë vizitë? Total ishim 10 persona. Kemi qenë unë, që jam drejtuese e organizatës, edhe presidenti i organizatës zotëri Durim Komi, po ashtu dhe 8 studentë tjerë, sepse kaq ishte mundësia edhe për studentët, por edhe për numrin që mos ishte më i madh se duhet. Si reaguan studentët? Jam kurioztare se janë në një moshë të re, përballja me një eksperiencë të tillë, duhet t'i ketë shkundur sadopak. Patjetër. Jo vetëm që janë shkund, pata hala sot ne e flasim vizitën që kemi bërë aty, sepse janë njoft me një realitet komplet tjetër. Realitet që këtu në Shqipëri nuk ekziston, është e pamujtën për t'u besu. Aty janë njoft me njerëz që kanë humbur familjarët e tyre, me vujtjet e studentëve të tjerë, sepse në kampin Ashraf, tek muzeu, janë të gjitha fotot e personave që kanë ndru jetë për shkak të regjimit të Iranit, dhe janë studentë të rinj, 18 vjeçar, 25 vjeçar që kanë ndru jetë, po janë shumica më e madhe janë komplet studentë që kanë ndru jetë, janë të rinj, shumica janë të rinj, dhe duke u përballuar me këtë lloj sistemi, me këtë lloj fryme, janë totalisht të habitur edhe kanë vënë në pikpyetje si ka mundësi që ekzistojnë hala sot këto lloj vujtjesh tek njerëzit. Sot
që jena në vitin 2016 në këtë lloj sistemi makabër. E vërtet, dhe është vërtet shumë e trisht të mendosh në këtë vit që ne jemi ka ende realitete të tilla. Si njeri, me çfarë përshtypjesh erdhe me vete, apo 2-3 episode të cilat kanë ngelur thellë në mendjen tënde? Episodet që unë pash tek ai kamp, flas gjithmonë çfarë pash me sytë e mi, ishte që tek muzeu i kampit Ashraf 3 janë të improvizuar të gjitha vujtjet e njerëzve, edhe patjetër është improvizuar edhe pjesa e burgjeve iraniane, pra burgjet politike, sepse aty më saktë janë krime politike, që thush janë të popullit iranian, por që janë të opozitës, konkretisht ose më saktë siç e njohim Mujahedinët. Është organizata Mujahedine e cila kishte në formën e birucave të vogla, 50 me 50, ku gratë dhe vajzat e reja studente futeshin në ato biruca dhe lihen diku tek 1 muj e gjys, në mënyrë që këta vajza dhe këta gratë t'i ulej energjia, t'i ulej vetbesimi, sepse këta shiheshin si energji për pjesën tjetër, jepnin besim, pra jepnin jetë tek personat e tjerë. Dhe ka shumë vajza të reja, shumë gra të reja që edhe i kanë rezistu, por edhe nuk i kanë rezistu asaj episodi që kanë kalu. Një tjetër që mu me lam bresa është rezistenca e tyre, si ka mundësi të rezistojnë. Rezistenca faktikisht edhe vetë si avokate, mendoj dhe besoj, është vetëm rezistenca kombëtare që bën vetë shtetasit iranian, pra opozita iraniane. Sepse nëse presim që do të ketë rezistencë ndërkombëtare, ta harrojmë. Rezistenca është vetëm kombëtare dhe vetëm ashtu ata mund ta bëjnë Iranin të lirë në këtë mënyrë. Pse vetëm ata? Sepse vetëm ata e njohin realisht se si është situata, apo shtetet e huaja nuk kanë akses apo mundësi për të ndërhyrë në këtë çështje? Është vetëm rezistenca kombëtare për faktin sepse ata kanë vujt, ata janë masakru, familjarisht, në çfarë lloj mënyre, janë përdorur metodat më të neveritshme, metodat më shkatruese, në mënyrë që këta persona të mos kenë dinjitet. Është largu dinjiteti njerëzor, kanë shtyp dinjitetin njerëzor, frikën shoqërore në masë kanë përhap në shtetin e Iranit, dhe po ashtu nuk e lënë që sidomos të rinjtë, sa aty ishte fjala komplet për të rinjtë, të ngrinë kokë. Pra imagjino një student i ri të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i edukum dhe të përfundojnë në sistemin e Iranit, në regjimin e Iranit sot edhe të vritet. E vërtet një situatë shumë e trishtë dhe emergjente për të ndërhyrë, do të mendoj unë. Po si funksionon sistemi juridik i Iranit? Sistemi juridik i Iranit faktikisht është një sistem teokratik. Çka do thotë, është një sistem i përzier, për faktin sepse aty kemi një udhëheqës suprem. Udhëheqësi suprem është me mandat të përjetshëm. Këtu është edhe problematika. Mandati i përjetshëm sjell për këta se duke pas një sistem teokratik, sjell edhe krijimin e marrjes së pushtetit në dorë të një personi, pra përqendrimi i pushtetit përqendrohet vetëm në dorën e një personi. Ky lider suprem ka pushtetin e vendimarrjes për të gjitha gjykata gjyqësore edhe për të gjitha politikat penale. Çka do thotë se ai bën kontrollin e të gjitha drejtorive dhe drejtuesit i vendos ai, vetë lideri suprem. Sipas dëshirës. Sipas dëshirës, patjetër. Çfarë përfaqësojnë komisionet e vdekjes? Atëherë, të komisionet e vdekjes funksionojnë në këtë mënyrë, duke qenë se lideri suprem ka në dorë përqendrimin e pushtetit komplet gjyqësor dhe politikave penale, në shtetin e Iranit, thashtë edhe më përpara që është një sistem juridik teokratik i përzier, funksionon dhe ecën me një ligj fetar islam, që quhet shariati. Në lidhje me këtë, janë kriju, do të thënë, ka edhe gjykatën administrative, ka gjykatën civile, ka edhe gjykatën penale, por në shtetin e Iranit ka edhe gjykatat revolucionare. Nëpërmjet këtyre gjykatave revolucionare ekzistojnë komisionet e vdekjes.
këto komisionet vdekjes janë të përbëra, janë të dala faktikisht nga një fetua i nxjerr nga lideri suprem, por janë të përbëra nga një trup trepalshë. Që të më thënë, është të përbërë nga një gjyqtar fetar, është të përbërë nga një prokuror dhe nga një përfaqësues i Ministrisë Inteligjente. Kjo trup trepalëshe bën komisionet e vdekjes për personat të cilët janë të burgosur nga regjimi iranian i sotëm, i burgosur politik në burgjet iraniane, dhe këto komisionet të vdekjes janë komisionet të cilat i vendosin përpara në kësaj trupe trepalëshe dhe ju bët vetëm thjesht një pyetje. Pra këtu kemi një, nuk është procesi rregull gjyqësor, që t'jemi qartë edhe është shkelje drejtave të njeriut, dhe ju bët thjesht një pyetje. A jeni ju ende besnik i organizatës së mujahedinëve? Nëse personi që është përballë trupes trepalëshe e pohon e thot fjalën, po, unë jam pjesë e asaj edhe jam besnik ndaj asaj organizate të mujahedinëve, ai ekzekutohet me njëherë. Nëse përgjigja e personit është jo, ai duhet ta vërtetoj edhe të ndërmarrë veprime të rënda ndaj personave të tjerë që janë në burgjet iraniane. Pra duhet të vrasë, që është fjalë shumë e rëndë, por duhet ndërmerr veprime thashë të rënda ndaj të burgosurve të tjerë politik në burgjet e Iranit. Pra, çka do thotë, ne nuk flasim më për një sistem drejtësie. Absolutisht. Aty është shkelje e rëndë të drejtave të njeriut. Nuk ka proces të rregull gjyqësor, sepse unë vetë si avokate, pash, aty nuk ka një avokat mbrojtës, nuk ka një proces të rregull gjyqësor. Nga këto komisionet vdekjes ka diku mbi 30.000 të vdekur që kanë ardhur nga ky regjim, nga këto komisione. Edhe janë të bëra vetëm për ata të cilët janë kundërshtar të regjimit të Iranit. Kundërshtar politik, po. Politik. Më kujtua tek sa ti flisje që në shkollë kemi lexuar për ligjin e shariatit. Dhe ju keni pasur mundësi që ta shihni me sytë tuaj, ju edhe studentët, se si funksionon realisht ligji i shariatit. Çfarë menduan studentët? Cilit ishin përshtypjet e tyre lidhur me funksionimin ende në ditët e sotme të këtij ligji? Studentët lidhe me këtë ligj është e pakrahasueshme, sepse ne kemi një ligj komplet tjetër këtu në Shqipëri. Shqipëria nuk ka lidhje tashmë me atë pjesë, pavarësisht se Shqipëria duhet të jetë mbështetëse e opozitës së Iranit, jo e regjimit aktual që është në Iran. Studentët të Shqipërisë, të organizatës që ne i dërguam në kampin Ashraf 3, janë të habitur, janë trondit nga fotot që kanë pa, nga historitë reale të personave që ne na i treguan në kamp. Është diçka e paimagjinueshme. Sidomos për studentët që kanë qenë studentë të degëve të ndryshme. Të degëve të ndryshme? Të degëve të ndryshme, psikologji, punë sociale, infermieri, juridik. Kjo e bën edhe më të larmishëm llojet e përshtypjeve, se secili student e analizon në degën e profesionit që ai do të ndërmarr. Absolutisht, absolutisht. Çfarë përfaqëson Ashraf 3? Atëherë, Ashraf 3 është kampi ku janë të sistemuar dhe jetojnë persona të cilët janë, ose më saktë janë opozita iraniane e sotshme, e quajtur ndryshme mujahedin, organizata e mujahedinëve, opozita e sotshme, të cilët janë me statusin e azilantit politik dhe që janë larguar nga shteti i Iranit për shkak të persekutimit politik që kanë pas, edhe për shkak të shkeljes së drejtave dhe lirive themelore të njerëzit në mënyrë sistematike. Këta janë të strehuar në kampin Ashraf 3. A mund të flasim se është emergjente një ndërhyrje nga entitetet ndërkombëtare për ta përmirësuar situatën? Po. Është e arsyeshme, juridikisht është e arsyeshme. Për faktin sepse ne thamë pak më parë për komisionet e vdekjes. Çka do thotë kjo? Shteti i Iranit është pjesë e paktit ndërkombëtar të drejtave civile dhe penale ndërkombëtare. Pra pakti ndërkombëtar i drejtave civile. Kjo do thotë që shteti i Iranit është në shkelje në mënyrë drejt për drejt, pra nuk ka zbatuar standardet më minimale që duhet të ofrojë një shtet ndaj popullit të tij.
duke qenë se e ka ratifiku, është në shkelje në mënyrë të drejtë për drejtë. Po ashtu ke edhe Deklaratën Universale të Drejtave të Njerëzit, edhe këtu është në shkelje. Ndërsa, përsa i përket paktit, neni 14 i paktit shpreh që e drejta lirit themelore të drejtave të njerëzit kanë një të drejtë që duhet të kenë të drejtën e një procesi gjyqësor të rregullt, që nuk e ka zbatu. Komisionet e vdekjeve kanë sjellë, thashtë më parë, mbi 30.000 vdekje të këtyre personave me anë të komisioneve të krijuara, dhe duke pas gjithë këtë numër të madh të vdekjeve, pra kemi një sistem juridik i cili ka sjellë këtë numër vdekjesh, edhe është në shkelje të këtij pakti, pra është ndërkombëtarisht në shkelje. Pra nuk mund të flasim për sovranitet të Iranit dhe nuk mund të flasim për të drejtë për të qeverisur popullin e tij ashtu siç dëshiron. Atëherë, këtë do të bëjmë sqarimin e kësaj gjëje. Shteti i Iranit, sovraniteti shtetëror i Iranit në të drejtën ndërkombëtare kufizohet. Për faktin sepse nëse ka shkelje të drejtave të njerëzit, ka krime kundër njerëzimit, ka institucione që nuk reagojnë, apo aktorë të tjerë që nuk reagojnë, sjell automatikisht kufizimin e sovranitetit shtetëror. Pra nuk vlen më ky term nëse flasim për një situatë në të cilën aktualisht është krejt reale, e prekshme dhe po e vuajnë shumë njerëz. Po, aktualisht Iranin kemi në shkelje të drejtave të njerëzit në mënyrë sistematike, shkeljen e paktit ndërkombëtar, po ashtu mund të kufizohet sovraniteti shtetëror me anë të ndërhyrjeve nga jashtë. Po pse nuk ndodhin këto ndërhyrje? Këtë janë politika të shteteve. Edhe ndërhyrja nga jashtë duhet ndodhin me anë të hetimeve ndërkombëtare. Hetime ndërkombëtare të pavarura, bëhet fjalë. Duhet të ndodhin me anë të gjykatave ndërkombëtare penale, po ashtu ndodhet duke i bërë presion ligjor dhe diplomatik me anë të dokumentave dhe fakteve të provuara. Që në fakt janë të mjaftueshme dhe mjafton vetëm të duash ta bësh një gjë të tillë, se faktet nuk dhe ndërhyrja patjetër nga jashtë është e arsyeshme juridikisht. Heshtja në këtë situatë, a është bashkëpunim me këtë sistem mizor? Atëherë, është pyetje edhe personale, po edhe politika juridike. Heshtja, nëse ne shohim që kemi cenim të dinjitetit njerëzor, shkelje të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, që janë të njohura, që janë të dokumentuara, nëse ne nuk reagojmë, nëse ne i shohim, i njohim, janë të dokumentume, gjitha këto sjellin vazhdimsinë e këtyre lloj masakrave që i bëhet opozitës iraniane. Dhe duke mos reagu, duke i njoft, automatikisht ne bëhemi bashkëpunëtorë të saj, duke heshtë, edhe duke mos reagu. Unë falenderoj shumë që nuk heshte. Të falenderoj shumë që përveç se nuk heshte ti personalisht, ndërmore detyrën, le ta themi në këtë formë, edhe për të frymëzuar të rinj të tjerë që ta shohin këtë realitet, edhe të krijojnë edhe ata një lloj revolte për të mos heshtur as ata. Unë falenderoj zakonisht shumë për këtë intervistë kaq të bukur që na dhurove. Faleminderit ju. Faleminderit ju miq që keni përcjell një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.